Mirëmëngjes të dashur miq dhe mirë se erdhët në Vila 24. Kati mirëmëngjes. Mirëmëngjes Se ishe përqendruar duke bërë kontrollin e fundit? Po bëja kontrollin e fundit dhe shikoja se çfarë do të na duhej tjetër. Mendon se i ke gjitha? Po mendoj se po, dhe nëse jo i marrim. Fillojmë domethënë. Fillojmë, jemi gati. Mirëmëngjes dhe nga ana ime të dashur Anvisa, ju uroj një ditë të bukur dhe ju ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë recetat që kemi përzgjedhur për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Siç e shikoni këtu në tryezë kam pul. Pra do të bëjmë një pul të mbushur me bukë, them unë. Vetëm me bukë. Pul me bukë? Pul me bukë. Më pëlqen. Nuk do ta mbush as me oriz, më janë të gjitha, domethënë, jo me kulaç, por me bukë. Shumë mirë. Kështu që mund të jetë një recetë festive kjo kam përshtypjen, prandaj sjell nesër është 28 nëntor, domethënë po janë ditë pushimi, është një fundjavë gjatë pushimi. Që mundet Anvisa ta provojnë se mos ndoshta mund të mbushin dhe gjelin në këtë mënyrë se si do të mbushim neve pulën. Ose edhe një gjel, ose edhe një pul pak të bollshme, ne pas kemi goxha të bollshme. Ne e kemi të bollshme këtë sot, edhe çfarë do të na duhet? Pra, do të kemi bukë, kështu siç është, unë do ta zbut me pak ujë, do të kemi një qep të tërë, do të kemi edhe qep të njoma, domethënë dy qep të njoma, një qep mesatare, domethënë varet edhe nga mallësia e pulës edhe bukës. Të cilët këto i kemi të grira, domethënë të dyja holl. Edhe krip, edhe piperin që se kam, por sigurisht që do ta vendosim. Gjalp edhe vaj, asnjë gjë tjetër. Nëse doni, mundet të shtoni, nëse e dini, domethënë, kjo varet nga cilësia e pulës. Nëse e keni një pulë cilësore, nuk ka nevojë që të shtoni asnjë miks erzash. Mbajeni me shijen e pulës. Nëse shikoni, domethënë, që nuk është ajo pula që do japi atë shijen e dur, shtoni një miks erzash për t'i dhënë, si e themi ne gjithmonë, për të dhënë një ekstra shije. Pra kjo është, këto janë përbërësit për pjesën e pulës, do të sjellim edhe piperin edhe këtu. Ndërkohë këtej këtu do të bëjmë një kulaç margarit, të cilën unë e kam bërë gati brumin dhe ato do ta punojmë për ta vendosur. Margarit, domethënë, është që do ta bëjmë me kos, me vezë, me miell, pak sodë, gjalp. Do t'i hedhe pak gjalp brenda që ta bëjnë çik të shkrifët edhe këto vezët. Gjithashtu do të kemi mollë të mbushura me rrush të thatë kanellë, sheqer, një gotë verë, domethënë nëse për punën këto erzash të tjera i shkojnë, domethënë edhe bahari, që është ajo shija ndërmjetëse e karafilit edhe kanellës, i shkon piperi i kuq që nëse ju ndodhet. Pra, domethënë erza që kombinohen me mollën janë këto, kështu që juve mund të shtoni gjë tjetër. Akoma edhe një miks pipernash, kokrash, mundet t'i shtojnë, domethënë, sepse edhe ajo i jep një shije. Pra, edhe kjo do të ishte një alternativë që do të interesante. Mua më duken të gjitha shumë të këndshme sot, receta që mund të kombinohen fare mirë me njëra tjetrën edhe brenda një dite. Pra, ai kulaç në kushte shtëpie që gjithmonë shijon teksa përgatitet, piqet dhe përhap në për shtëpi ambientin, në për ambiente të aromën e kulaçit të bërë nga duart tona. Piper dhe ujë? Piper, ujë, dhe domethënë një majskrip kap vetë buka, nuk ka nevojë, po thjesht një çik, nga që do shtohet ujë dhe ashtu tani, këtë do ta lëm që të na zbutet pak, sa unë të bëj domethënë marinimin e pulës, edhe do ta kulloj, do ta bashkoj me qepën dhe këtë, do të krijojmë mbushjen. Më pëlqen nga kjo ide e mbushjes së pulës sot, ndryshe nga mënyra tradicionale. Anila, që mos të bëj, lutem, mos bëj unë duart atje, domethënë, po, spërkate me krip. Se pastaj unë do laj duart, po të paktën në momentin e parë, po hidhi. Se do pak. E di që e do, po nga që e di që nuk e do ti. Po, faleminderit, mjaftueshëm. Edhe pak piper të lutem, Anila, domethënë gridi pak piper, faleminderit dhe më falë, po pula është një çik delikate dhe nuk mundesh domethënë t'i zësh këto mjetet, duhet ta kisha domethënë. Ishte mirë ta kishim. Po, faleminderit. Pluhur, po. Mendon se mjafton? Do vëm çik. Do i hedhim edhe nga pjesa jashtme, do i hedhim edhe te buka, kështu që është mjaftueshëm. Tani, me që i zure, këte nga jashtë kem hedhur në pulësi dhe këtu pak lëngje ka pula nga që e kam të larë, nuk ka problem, ato lëngjet na duhen, por nuk do t'i shtoj asnjë gjë tjetër, thjesht gjalp edhe vaj. Sincer ka shumë, të blokuar në çik. Në rregull, tani, s'ka gjë se do t'i hedhim edhe prapë. Nuk e hapim atë pjesën e saj, nuk ka problem, domethënë që të ashtu, edhe kështu të copsa. Do t'i hedhim brenda te pjesa e barkut. Edhe do t'i hedhim, do ja shtojmë edhe lart. Po këtë gjalpin e kam të llogaritur këtu, kështu që edhe ta lë, nuk është problem. Thjesht tani unë do të laj duart. Okej.
Dhe ullet e recetat, si thua. Të shojmë që në fillim, se më pëlqen ideja për të shfaqur që në fillim recetat në ekran, sepse kështu ju japim kohë edhe ju t'i lexoni që në hyrje të gatimit dhe pastaj t'i ripërsërisim për t'ju dhënë mundësinë që të lexoni ndonjë përbërës ose ndonjë gramatur përkatëse që në leximin e parë nuk ja u ka kapur syri. Pul e mbushur me bukë. Me këtë e kemi nisur sot këtë të enjte dhe na duhen një pul, 4 feta bukë, një lugë mikse erzash për pulën, krip, piper, vaj edhe gjalp. Receta e dytë që do të sjellim sot është një kulaç margarita, na do 1 kilogram miell, 3 vezë, një lugë sod, një lugë krip, 100 gram gjalp edhe kos. Moll të pjekura me rushe baharna na duhen 6 kokra moll, 8 lugë sheqer, na duhen 5 lugë rush të thatë, 1 fixhan verë të ëmbël, 1 shkop kanell, 4 kokra bahar, kokra piperi të kuq, 1 lugë gjalp, kos të kulluar ose akullore për servirje. E lezetshme kjo receta, e ëmbël, e shishme, një miksim shihesh, molla, kanela automatikisht na krijojnë atë ndjesinë e ëmbëlsirave të dimrit, në aromën që do të lëshojnë së bashku me njëra tjetrën, rushi i thatë gjithashtu, por Kati ka menduar që shoqërimin mund ta bëjmë me kos nëse jemi në dimër dhe me akullore nëse jemi në verë, pra një recetë që do të mund të kombinohej në çdo stil. Jemi duke i shtuar bukës që kemi kulluar nga uji qepët, qepën e thatë dhe qepën e njom të dyja të grira imët, dhe kështu kemi krijuar mbushjen e pulës. Ashtu. Që ta marri tamam piperin, Po, pra, do ta më mirë bëjmë kështu. edhe me kështu. Po. Tani, tek kjo, nuk shtojmë asnjë gjë tjetër. As vaj, atë pak gjalpin që hodhëm brenda, dhe asnjë gjë tjetër. Thjesht këtë e përzihe mirë, edhe vendosim. Thjesht me këtë dua, do me thënë, kur do piqet pula, do lëshoj lëngjet e veta, edhe do të shijoj shumë pjesën e bukës. Bukën duhet ta shtrydhni shumë. Mos Jetë e shtrydhur, mos ketë lëngje. Se do dalin lëngjet nga pjekja e pulës. Pula, po. Tani, Duhet të ndrosh vendet mendoj, apo e bën edhe ashtu? ja do ta bëj kështu. Okej, mirë. Mos të bëj pisa, Nila. Faleminderit, gjithsesi. Jo, thash thjesht E që shtypim këtë, ta ngjeshim, do me thënë, të jetë e ngjeshur buka brenda, edhe ta mbushim, do me thënë, aq sa të marri. Po me sy, ajo e merr me ç'duket. Të Po besoj se po. Tham që kemi një pul të madhe, në fakt për mbushje duhen të jenë. Po duhet të jenë të mëdha, Të bollshme që të kenë edhe hapësirë. është si një pulë festive faktikisht, sepse është goxha e madhe. Ndezim edhe pjesën, do me thënë, të sobës, në fillim fare e lëm në temperaturën e lartë, në 250, dhe do të lëm në fillim fare për një 20 minuta në 250 gradë. Të ketë temperaturën e lartë. Këtu kjo nuk ka nevoj, me këtë pjesën e kësaj, e mbyllim, Të lëkurës. dhe nuk ka nevoj, do me thënë, që të vendosim shkopin. Nëse duam, për shembull, mund të mbushim edhe pak. Mund të ma edhe Shanila këtu te kjo pjesa, atë pakën që ngeli. Se e shion qepa edhe buka, e jep shumë shije, edhe me që ja kemi mbajtur të pjesën këtu, ja hedhim. Po faleminderit, s'ka gjë tani. Ja, dhe këto edhe kaq. Atëherë, po tregonim mënyrën e pjekjes. Fillimisht do ta lëm kështu siç është e hapur, në temperaturën e lartë, do ngrojmë atë furrën në 250 gradë. Sa e kemi 230-250 temperaturën më të lartë. Maksimumin e furrës. Po. Dhe pastaj do ta lëm për një 20 minuta të bëj atë koren sipërfaqësore, do të thënë të piqet pula, nuk e bëjmë në temperaturë të ulët në fillim
duhet temperaturë e lartë në fillim, të piket, domethënë, nga pjesa e jashtme sipërfaqësore, të mbajë, domethënë, lëngjet në brendësi pula dhe pastaj do të ulim temperaturën në 180 gradë dhe do ta lëmë që të piqet për rreth një orë, domethënë, kjo pulë kaq do një orë, nuk do më shumë. Edhe 20 minutat e para aq rreth një orë e gjysmë. Kaq duhet. Laj pak duart, vendosim gjalpin vaj edhe vendosim në furrë. Nuk ka nevojë të shtojmë as lëngje të tjera. Do të ngelen, do dalin lëngje nga pula. Nuk do ta mbulojmë as Jo, nuk e mbulojmë, nuk ka nevojë që ta mbulojmë, nuk ajo që më duhet prap. Është gjalpi, po. Ja, këto copzat e gjalpit, se me këtë salcën do shoqërojmë pastaj edhe pulën. Racioni, do me thënë, e pulës. Edhe bukën që është brënda. Prandaj si edhim vaj brënda. Tani. Shtoja dhe atë pëse pojna? Ta shtojmë. Një copë është. Një copë, të lejmë duart e të Mirë, pula jonë është marinuar, është mbushur me bukë e qepë brënda, ka erzat gjithashtu që do t'i japin shije, krip pa tjetër, dhe është koha që për pak ta vendosim në furrë. Lutem Anila të vajnë që t'i hedhin ja 2 lugë vaj, që mos t'jetë vetëm gjarp. Okej. Dhe më pas do të merremi me përgatitjen e 2 recetave të tjera. Mënyrën se si e përgatitëm, thash që këtë lloj mënyre mund ta provoni tani afër, domethënë për festa, edhe mund ta përgatisni, domethënë qoftë edhe pulën apo gjelën e detit. Ose edhe një pulë kështu se si e përgatitëm ne. Kemi gati për ta vendosur në furrë. Ikim në furrë dhe pastaj më lejoni t'ju kujtoj pak se në farë përbërësish ne gatuajmë këtu në Vila 24, të cilët ju i njihni dhe ne i njohim gjithashtu. I përdorim, i shijojmë, gatuajmë, krijojmë ide të reja në receta, sepse kemi, duhet thënë, me plot bindjen kompanitë më të mira të produkteve ushqimore në treg. Do të përgatisim pas pak një kulaç, të cilin do ta përgatisim me mielin për çdo përdorim. Mielin Ola nga kompania Atlas. Është ky mielli që unë siç e them gjithmonë mban vendin e parë në raftet tona të gatimit dhe nuk mungon asnjëherë sepse mielli për çdo përdorim gjen hapësirë në të gjitha llojet e recetave që ne duam të gatuajmë në shtëpi. Qoftë tek ajo supa që do një lugë miell e deri tek përgatitjet e bukës apo kuleçeve që ne do të bëjmë sot, të petullave, krepave, piteve, gjithçka që shijon kaq shumë sepse ne duhet thënë që brumrat i konsumojmë, ne i duam recetat me brum, kështu që mielli është gjithmonë aty. E pa diskutim që përveç miellit për çdo përdorim, është mielli i misrit, i bardhë, i verdhë, mielli integral, mielli bio me paketimin jeshil, mielli për pica, mielli farin up ku brenda ka miell, ka aromën tuaj të preferuar, ku vanilja, çokolata dhe portokalli janë pjesë e paketimeve që diferencojnë gjithashtu edhe nga ngjyra për ta bërë më të lehtë blerjen tuaj dhe të gjitha në logon e Olës kanë cilësinë maksimale, gjë që ne e tregojmë çdo ditë tu, se të bësh byrek live nuk e fshet dot atë petën nëse të hapet apo nuk të hapet. Domethënë, o bën ose s'bën. Kuleçët sot do t'i bëjmë dorë të tjera edhe me vezë. Ne mëngjesin e nisim me një plan ideal dhe e nisim me vezën Novital pa diskutim, sepse çdo kokër e vezës Novital përmban të gjitha vlerat ushqyese, proteinën e nevojshme dhe vitaminat për të nisur një mëngjes plot energjie të ushqyeshme. Sigurisht jo vetëm që e konsumojmë në mëngjes, por e përshtasim shumë shpesh me recetat tona këtu në këndin e gatimit në Vila 24. Sigurisht që mëngjesi nuk mund të nisë edhe pa një gotë qumësh, pa një fet djathi të bardhë, pa një bukë të lyer me gjalp dhe është vullmeti ai i domosdoshëm në frigoriferin ton. Është lufra ajo që na furnizon shtëpinë, që nga qumshti, kosi, që vjen në variante të ndryshme, si në gramatura ashtu edhe në përqindjen e yndyrës, duke u përshtatur të gjitha kërkesave tuaja dhe dietës suaj ushqimore, vjen me dhallën në shije të ndryshme, me kefirin që është një ndër probiotikët super natural të domosdoshëm për të konsumuar gjatë ditës, e për të mos lënë më pas djathin e lopës, djathin e deles, djathin kaçkavall, në copë apo të grirë, njomëzëm shumë të shishme e plot produkte të tjera të lufrës. Jemi në shumë ditë pushim, ndaj fëmijët do t'i keni në shtëpi. Unë e di shumë mirë që her pas here kërkojnë diçka për të ngrënë, jo gjithmonë kemi një vak gati, ama kemi vudi në frigoriferin ton, salçiçet e pulës që duan t'i shijojnë kaq shumë gjatë ditës, po pse jo, edhe gjatë
gjatë fundjavave, kur her pas here shfrytëzojmë orë të caktuara të ditës për të bërë ato pikniqet e për të dalë në natyrë, për të nxjerrë fëmijët, për të luajtur e për të përgatitur ato bukët për t'i marrë me vete. Ne e themi gjithmonë edhe në shkollë, edhe gjatë pushimeve, edhe gjatë daljeve me familja, nuk ka se ato bukët e marra me vete, ca kulaç me vete, ca panine të bëra shpejt, akoma edhe këto margaritat, kulaç margarit që do përgatisim ne, janë shumë të mira për fëmijët, ti marrim me vete në shkollë, pse jo ti bëjnë, domethënë dhe me ato fezat e sallamit vudis, më falni. Vudi. Në rregull. Atëherë, brumin do ta bëj pak më mbrapa, me qëllim që të vendosim neve tani pjesën e të përgatisim këto margaritat, për t'i vendosur. Tani unë e kam zënë brumin, e kam bërë gati, edhe pse është me sot, do t'a lëmë të paktën për 20 minuta gjysmore të qëndroj brumi, do me thënë të fitoj elasticitetin, të gluteni, do me thënë të punoj, dhe të bëj elastik të pjesën e brumit në këtë mënyrë. Do hetë pak miell këtu në tryez, që ta ndajmë në kuleç. Pse e ka emrin margarita ky kulaç? Sepse do të ketë atë formën e lules margarit. Okej, mendova se zonja që e ka krijuar recetën quhej margarita. Jo, nuk ka lidhje me lulen. S'ka lidhje, ka lidhje me lulen, kësaj radhe. Gjithmonë do me thënë kanë. Se ndonjëherë recetat e gatimit mbajnë emrat e shefëve apo të atyre që i kanë. Të zonjave. Për shembull si ajo magjirica, që e ka bërë një zonjë që quhej Rica, magjirica. Të laj pak duar, tani me që Shuanila. Brumin, ne e nisëm, do të thënë, po fillojmë njerë me përgatitjen e kulaçit dhe vendosja në tavë për ta pjekur, dhe unë po ju kujtoj që nuk do të humbasim mas mënyrën se si brumi do të përgatitet, por këtë ne e realizojmë në fund fare. Pra i japim pak prioritet recetave për t'i sjellë të përfunduara dhe në pjesën e fundit i kthehemi edhe një herë kulaçit duke treguar brumin. Pra e nisim pak nga fundi, por me qëllimin që ta sjellim të pjekur edhe të përfunduar të gjithë recetën e kuleçeve margarita në këtë rast. Sa na duhen? 6 kemi bërë. 6 mjaftueshëm janë. Okej. I bëjmë në këtë mënyrë. Fillojmë nga qendra. Nga mesi i tavës. Nga mesi. Pra po krijojmë një lule në këtë rast. Po, një lule, ja, vendosim kështu. Të më duket si kam pre pak më tepër, t'ja vendosim. Shoqes, petales të radhës. Të punëhohet të mirë. Nëse ashtu do mbajmë pak brumë këtu, miell më falni. Po, me në ndihmon në hapjen në rrumbullakosjen. Nuk ka nevojë, do me thënë, as të lyjem me gjalpe me gjë tani më lartë këtu, sepse neve këtyre u kemi vendosur. Mendoj Anila t'i bëjmë 7. T'i bëjmë 7? Po. Do me thënë të heqim pak nga të gjitha dhe do krijojmë edhe një tjetër lule. Petale. Petale margarita. Edhe pak nga kjo. Japim të formën. Okej. Që do të thotë këto do të fryhen? Po, do fryhen. Edhe do bashkohen me njëra tjetrën kur të piqen. Do të ngjaj një bukë si lule. Mu bëm e vogël kjo. Duhet të bëjmë të barabarta të gjitha. Mirë është, i bëjmë të barabarta. Mirë është, bëjmë, dhe më thënë, ke një formë të barabartë. Tamam, edhe për... Kemi vënd edhe për 2? Po, për 2. Edhe këta kështu. Që na u donin 7. Tavën e kemi lyer me gjalp, e kemi mbuluar me një letër kuzhine, që ta nxjerrim bukën lehtë nga tava më pas. Okej. Edhe e fundit. E fundit është. Ndërkohë që përgatisim të fundit,
tregojmë edhe mënyrën se si kjo bukë do të këto kuleç. Tani do ta vendosim në temperaturë 180-200 gradë dhe do ta lëm për 25-30 minuta. Nuk duan shumë kohë këto që do na bëhen gati. Okej. Ta bëjmë çik të këtu. Ashtu. Dhe që gjatë pjekjes ato po para se t'i vendosim në furrë, do t'i bëjmë me pirun. Okej. Kjo e ndihmon dhe të piqen, no? Siç kemi thënë gjithmonë kur i krijojmë disa hapësira me pirun, jo vetëm që ngjajnë bukur kur piqen, se krijojnë një tjetër pamje, por edhe e ndihmojnë mbrumin për të pjekur edhe në brendësi. I shpar me pirun. Kësaj të mesit i kushtove më shumë vëmendje kati. E bëm që... E me hile. Si më ndryshe. Nuk i trajtove në mënyrë të barabartë. Ajo, Anila. Ajo është e imja? Është jotja, është... Mesi lules. Si mesi lules, edhe këtu jemi neve rreth rrotu, dhe në qendër kemi Anilën. Anila është ajo që na drejton. Kështu që jemi në rregull. I ndam të opozate kështu që nuk është e bëm me hile, po e bëm ashtu siç duhet. Ta që ne kemi ndezur, që kemi aty? Pritani, neve kemi furrat plot sot. Se ne o gatuaj me furra, o gatuaj vetëm me sopa. Por i kemi të dyja, kështu që thjesht të lirojmë pak hapësirë. Më pëlqen shumë kjo salata që do sjellim sot, me moll të aromatizuar, me sheqer edhe piper në të njëjtën kohë, gjithashtu edhe verë, që do të thotë do të kemi një mix të shijeve që unë e preferoj shumë dhe kam përshtypjen është shpesh e preferuar edhe nga të gjithë, sepse vjen pak e ëmbël, pak e athët, pra vjen një formë gjysmë më ëmbëlsire, po ndërkohë shijohet edhe nga njerëzit që nuk i duan shumë të ëmblat. Përpara se ne të shkojmë në publicitet, nëse do të kemi kohë, do doja të lexonim edhe një herë recetat, nëse jo, më thoni ju edhe bëjmë si të jetë koha. Kemi mundësi të shohim edhe një herë recetat. Pra, i lexojmë së bashku në ekran, e nisëm sot gatimin me pulë të mbushur me bukë, na duhet pra një pulë pak e madhe në këtë rast, na duhen 4 feta bukë, një lugë mix erzash për pulën, krip edhe piper, vaj edhe gjallë. Kulaç margarita, sapo e kemi vendosur në furrë, 1 kg miell, 3 vezë, 1 lugë sod, 1 lugë krip, 100 gram gjalp dhe kos. Moll të pjekura me rushe baharna, 6 kokra moll, 8 lugë sheqer, 5 lugë rusht të thatë, 1 filxhan verë të ëmbël, 1 shkop kanell, 4 kokra bahar, kokra piperi të kuq, 1 lugë gjalp, kos të kulluar ose akullore për servirje. Mollët do t'i bëjmë sa po të kthehemi në studio. Do të bëjmë gjithashtu edhe brumin e kulaçit margarita, do presim të na piqet pula dhe kulaçet, do bëjmë dhe pak pushim. Si thua? Do bëjmë edhe servirje, tani patjetër që duhet bëjmë pushim, dhe të i presim këtu me shumë kënaqësi me pulën dhe margaritën tonë. Ashtu, pas reklamave në Villa 24. Mirë se erdhët, vazhdojmë të jemi live në Villa 24, vazhdojmë të jemi këtu, duke ju pritur edhe ju që të na ndiqni për t'ju treguar vazhdimin e recetave që kemi prezantuar sot, pa diskutim që puna ka nisur, pra në pjesën e parë kemi përfunduar përgatitjen e të dyjave recetave kryesore, po themi të ditës, janë në furrë, nuk kanë mbaruar ende, dhe tani është koha që të bëjmë çfarë ke bërë aty? Kam nxjerrë mollët, kisha 2 mollë, po i nxora që të më ftojnë, faktikisht se bëra dhe këtë recetën e mollëve, e kam bërë gati, i nxora që të ftohet, kullova lëngun, po kam hedhur më tepër rush shumë këtu, që për ta shoqëruar edhe me kos. Kam kulluar dhe në qikos nga kosi që kemi pasur, i kam bërë gjërat gati, të tregojmë në vazhdim. Këtë lëngun që kullova, e vura dhe e reduktova, dhe dua që të më ulet temperatura, se me këtë lëng do shoqëroj edhe mollën me kosin, edhe me atë lëngun. Por do ta lëm. Do na e tregosh pak si kemi mbritur deri këtu. Po nga që kam një çik të
Ja, e nxora njërën moll, të më ullë temperaturën, prandaj nxora këtu që ta kem gati për ta serviruar. Tani, çfarë ke bërë kësaj mollës para se ta vendosësh në furrë për të pjekë? Apo do i tregojmë? Do i tregojmë, po thash të zëja brumin me që është të mullim pak temperaturën këtu që të kem gati për të serviruar. Isha kurioze se më duket një recetë interesante për ta përgatitur. Ja, edhe jo është e mirë shumë kjo dhe për vit të ri, domethënë për Krishtlindje vit të ri. Pra, vjen festive, po. Edhe kosin, po nga i kosi tjetër, jo, do me thënë... Kosi natural, po, e kam vendosur këtu, edhe është kulluar, edhe e kam, do me thënë, si kos të kulluar. E kuptaj. Edhe këtu kam pak borzilok për ta servirur. Okej, mirë, përfundimi do ta shohim pra edhe bashkimin e të gjithë. Që të mullet pak të temperatura e kësaj, po ja që të mullet, ta hetë këtë e kyllën kjo. Po, ne largojmë nga ena e nxehtë, për të edhe mundësi të ftohet. Shkopin. Shumë mirë. I vëm gjëra, do me thënë, të na uli pak temperaturën dhe ti kemi gati pastaj të tregojmë, do me thënë, ta servirin të përfunduar. Në rregull. Tani, shplaj pak duar dhe me njerë filloj për të përgatitur brumin. Pra, kulaç margarita ne i kemi vendosur në furrë janë duke u pjekur. Treguam mënyrën se si brumi do të ndahet në pjesë më të vogla, se si do të paloset secila prej tyre një kulaç të vogël dhe në një tavë të rrumbullakët krijojmë formën e një luleje dhe më pas e vendosim për të pjekur. Brumi do të bëhet tani dhe do të shikoni edhe mënyrën pra se si efika. Si do të realizojmë, tham na duhet 1 kilogram miell për çdo përdorim, na duhet vezët, soda e bukës. Me qënë se unë kam bërë do bëjmë pak. Po, do bëjmë pak, që të thjesht ta tregojmë do me thënë mënyrën se si bëhet. Që do të thotë, hedhim fillimisht mielin. Edhe këtu tek mielli do të hedhim sodën. Tani unë thash një lugë të kafes, me qënë se e kam gjysmën e sasis, do hedh gjysmën. Nuk ka nevojë më tepër. Është mjaftueshëm, se pastaj vjen era sod. Nga jo hedhim edhe vezën brenda, veza do ndikoj, kosi do ndikoj, do ta bëj domethënë të butë, gjalpi këto domethënë japin shumë shije. Këtu kam kripën, edhe krip do të hedha një të plot për këtë masën që kam. I trazojmë domethënë që të hapet soda edhe kripa, fillimisht. Tani do të nxjerrim edhe vezët. 3 kokra më duket? 3, po këtu tani le të hedh 2, nëse janë të vogla, do hedh 2, nëse le të hedh. Më mirë më duken. Ja ta hedhim këtu anila, thjesht është ai testi që bëjmë gjithmonë, nuk është neve jemi të sigurt për punën e vezëve, por gjithmonë në shtëpi duhet ta bëjmë këtë gjë. Ja, nuk është se ju thash se jo. E shohim edhe, do me thëmë, për cilësinë e vezëve. E hedhim këtu. Edhe një. Edhe pse jemi të sigurt, gjithmonë kjo gjë duhet bërë. Patjetër. Nuk është se nuk janë të e urdhë. E bardha e vezës është e pastër, e verdha nuk shpërbëhet. E hodhëm dhe atë. Që shplaj dhe njërë duar këtu, edhe filloj për përgatisur brumin. Pra, miell, krip, sod buke, edhe vezë. Këto janë... Edhe kos, edhe gjallp. Jo, këto kemi shtuar deri tani, po thoja, po, do të vazhdojmë më tej. Tani unë gjallpin e treta. Mund të ta hidhni, domethënë sepse tjetë në temperaturë të ambientit, edhe e punoni, por e kam tretur më mirë, domethënë që të më nxjerrë dhe pak aromë. Prandaj dhe e bëj këtë gjë. Bëjeni dhe juve faktikisht, sepse kur e tresni, po dhe në qikë më tepër, miri bëm, dëmë si bëm faktikisht, buke gjellë bashk. Gjithmonë gjalpis, kur e vendosim me thënë që të shkri, nxjerr një aromë të mirë. Heqim atë pjesën e shkumës, edhe lëm atë aromën e mirë të gjalpit. Tani e trazojmë, dhe shtojmë kosin, të lutem Anila mund të më hapësh? Dhe hedhim kos në mënyrë graduale derisa të formojmë një brum. Të formojmë brumin. Dhe sa kosi mirë që është. Shumë e mirë është. Hedhim pjesën e parë dhe shikojmë domethënë se sa jemi. Pra duhet të bëjmë një brum të fortë ashtu siç e pa, domethënë brumin në fillim fare. Ne punojmë me lugë aq se sa mundemi ta punojmë, pastaj do ta punojmë me dorë. Okej. Gjithmonë brumet punohen me dorë sepse merr temperaturën, duhet temperatura e dorës, si të bëhet brumi. Të lutem, kat një shikim kolegjve, se si përfaqen e kanë marë, shkoj ju, nuk ka gjë, ta ullë. Po, edhe njërës,
Edhe pulën Anila, me që erdha, ja e ullën këtu. Po, me që erdha Anila, po e ullë vetë. Me që erdha unë, thash, po e ullë. Okej. E me sa duket, nuk do duhet më kosë. Filloj të lidhet. Po. E punoj mirë e mirë. Okej. është mirë të punojmë. Që të zbutet, do me thënë, edhe të fitoj elasticitet. Atere bëhet edhe i mirë, do me thënë, kulaçi. Kure shikojmë, do me thënë, që pastrojët ena, nuk ka nevoj as për miell, as për kosë. Nga që kemi bërë shumë herë, edhe u adim dhe masën, e hedhim direkt që në fillim. Bëjmë edhe gabime, ndo njëherë. S'para të gënjen syri, që së vërteta. Ndo njëherë edhe gabojmë, po... Rallë. Pra, thamë në fillim... Sa më shumë të punoni, aq më mirë është. Po kujtoja që është një brumë që do thjesht të pushoj, pra është me sot buke, kështu ka të nathe. Po, edhe pse është me sot buke, po nga që kemi hedhur këto përbërësit e tjerë brënda, do me thënë verza, kosi dhe këto, e lëm të pushoj për të bërë, do me thënë, bëhet më i shkrifët, më i butë, edhe lidhen edhe këto përbërësit me njëra tjetër, dhe na bën një brumë shumë të mirë, edhe kulaçët pastaj dalin shumë të mirë. Të shishëm, të shkrifët. Punojnë edhe në tryezë. Ja, kështu. E këtem, do me thënë, duke e bërë edhe kështu. Ajo balosja që bërë. Balosjet, do me thënë edhe... Tani me membranë guzhine. Do të mbështjellim dhe do të lëm. E mbështjellim dhe e lëm të qëndroj për 15, 20 deri në 30 minuta. Është mirë që të qëndroj, sepse tash që bëhet shumë herë më i mirë. Kështu neve e kemi gati, tani unë do të mbuloj thjesht me një pecet. Sepse pjesën tjetër të vazhdimit të kuletëve ne kemi bërë në pjesën e parë. Ndaj, po ju kujtoj që pak më vonë në YouTube do të gjeni kuzhinën e ditës së sotme dhe do të shikoni që në fillim të saj ne përgatisim kulaçin të ndarë në copoza e vendosjen e tij në furrë duke dhënë edhe ato informacionet e pjekjes e të gjitha me radhë, ndërsa tani përgatitëm brumin. Kulaçi i vendosur në furrë është i realizuar sipas përbërësit që ju pat në recetë, pra me ato gramatura, me 1 kilogram miell, me 1 lugë sodë e tjerë e tjerë. Kjo që bëm tani ishte me një sasi më të vogël të miellit, me gjysmë lugë sodë, pra e bëm më pak përbërës thjesht për treguar më shumë për qëndrimin e brumit, trashësinë e tij dhe mënyrën e bërjes bashkë të gjithë përbërësve. Atëherë, Anila, unë marrë kohë që të nxjerr pak të pulën nga fura, do të tregoj anvisave që në gjysmë orë e nxjerrim edhe e lagim pak me ato lëngje. Përkasim me lëngje që ka lëshuar. Okej, sepse pula nuk i mjafton pa diskutim kaq kohë për të pjekur, kemi bërë një pulë të mbushur me bukë dhe të aromatizuar me erza. Pjekja e parë e saj, pra 20-30 minutë që i parë, do të bëhet, siç besoj të gjitha zonjat e din, me një temperaturë të lartë për të krijuar pjekjen e sipërfaqes së pulës dhe pastaj gradualisht ulim nga pak temperaturën dhe her pas here me lëngjet që do të lëshoj pula, e spërkasim nga sipër që të mos na thahet, që të mos na digjet dhe për t'i shtuar shija. Edhe në fund fare, e vendosim do me thënë gjysmë ore, i hedhim lëngje sipër. Në gjysmë orën e fundit, 20 minutën e fundit, do ta kthejmë nga pjesa e gjoksit, që të marri do me thënë ngjyrë edhe nga pjesa e gjoksit. Se tani e lëm kështu që mos të thahet gjoksi, të jetë i butë nga lëngjet që kemi. Kemi këtë pjekjen sipërfaqësore, do me thënë këtë të kësaj, ja dhe gati ka filluar do me thënë që të na piqet ne. Pra, pula duhet pjekur gjithmonë me pjesën e gjoksit poshtë. Fillimisht. Kështu, a? Po, dhe në fund fare pastaj e kthejmë që të marrë atë faqe 20 minutën e fundit. Okej.
pasi e spërkati, të veprim bëjeni të paktën 2-3 herë. E te pula e vogël 2 herë është mjaftueshëm. Domethënë, por është gjeli pastaj, sigurisht që do ta bëni 3-4 herë edhe kohë, domethënë sipas kileve që ka, aq edhe herë do, por e vendosim pulën përsëri në furrë dhe shohim pak recetën e pulës së mbushur për të parë pak se me çfarë kemi mbushur këtë pulë, sepse nuk është thjesht një pulë e pjekur, por është e mbushur me bukë brenda. Këto janë të gjithë përbërësit e kësaj recete. Pulë e mbushur me bukë, na duhet një pulë, 4 feta bukë, një lugë mix erzash për pulën, krit piper, vaj edhe gjalp. Tani, Kat, do kalosh nga krau këtej, ta shohim pak dhe recetën e mollës, se me të do merremi tani. Do kaloj andej, po. Mollë të pjekura me rrush e baharna. Na duhen 6 mollë, 8 lugë sheqer, 5 lugë rrush të thatë, 1 filçan verë të ëmbël, 1 shkop kanell, 4 kokra bahar, kokra piperi të kuq, 1 lugë gjalp, na duhet kosi kulluar ose akullore për servirje. Kati na ka treguar pak se si dolën mollët nga furra të pjekura, tani është momenti të tregojmë se si do t'i vendosim mollët në furrë, kur është momenti për të shtuar ato aromatizuesit, baharnat, piperin, kanellën, rrushin e thatë, sheqerin edhe verën. Shoh që ke zgjedhur sheqer kaf. Jo, nuk është e thënë. Sa të ndodhi në shtëpi. Thash mos duhet si zboni tillë. Nuk është me atë do ta thoshja anvisave, nuk është e thënë që duhet me patjetër. Edhe këto mos i hidhni poshtë faktikisht. Meset e mollës farat. Hidhni dhe këto brenda sepse shije marrin mollët i keni të lara, nuk ka asnjë problem. Hidheni brenda për të nxjerrë ato shijet. Edhe unë i kam hedhur në gjatë pjekjes. Tani po e bëj thjesht këtu për të treguar mënyrën se si bëhet. Nëse molla, domethënë, nuk qëndron kështu drejt, mund ta bëni domethënë një prerje për të krijuar bazën. Për të krijuar bazën që të qëndrojë drejt molla, është gjëja më e mirë. Edhe këtu në sipërfaqe. Pak, domethënë që të pritet ajo pjesa. Vendosim fillimisht mollën. Mollët. Do rreshtoni mollët në pjesën e enës që ju do të tavë, sepse do piqen në furrë, po. Duhet faktikisht, prandaj e mora këtu sepse mund ta vendosja edhe këtu, por duhet tavë e thellë që të ketë, domethënë, mundësi që mollë të hyjë në brendësi, domethënë te tava. Po. Spërkasim pak sheqer, i hedhim 1 shkop kanell brenda, varet nga sasia që ashtu kemi. Po, sa mollë do kemi. Edhe do t'i hedhim rrushin e thatë, e hedhim brenda fillimisht, edhe nëse duam hedhim edhe jashtë, sepse gjatë pjekjes ato lëshojnë dhe aromë të mirë. Sa të mbushet, me thënë kjo. Në kohë që kemi hedhur atë, hedhim përsëri sheqer. Që të karamelizohet molla. Tani, nëse doni, mund të shtoni dhe pak gjalp. Jep shumë shije lëngut që e bën, domethënë, kështu që nëse doni, mund edhe ta shtoni. Këtu kam edhe kokra bahari. I shtoni 2-3 kokra bahar. Thash është shija ndërmjetëse kanellës dhe karafilit, kështu që i jep një tjetër aromë, një tjetër shije. Mua faktikisht më pëlqen që i hedh edhe pak piper të zi të bluar, domethënë e bluaj sipër, ndërkohë që kam këto piper të kuq. Edhe ky, domethënë, jep një shije shumë të mirë dhe piperi kuq përdoret jashtëzakonisht tek këto, domethënë, tek frutat dhe tek ëmbëlsirat. Kanë një shije delikate. Ajo që ngelet në fund fare shtoni verë të kuqe ose verë të kuqe të ëmbël, ose nëse nuk keni mund të zjeni një panxhar, të merrni lëngun e panxharit, sepse edhe mollën na e bën të bukur, domethënë jep ngjyrë të mirë, edhe atë kremin domethënë që lëngjet që do dalin nga pjekja e miellit, e reduktoni dhe përfitoni një salcë që me atë salcë pastaj të servirni mollët bashkë me kosin ose edhe me akullore, varet se çfarë ju do të keni. Hedhim edhe verën. Edhe kështu e mbulojmë me një letër kuzhine dhe vendosim letër kuzhine, letër alumini, edhe vendosim në furrë. Mirë është vendosim një letër talp fillimisht dhe pastaj letër alumini. Që të krijon një lloj avulli aty brenda. Dhe avulli, por dhe nga, si thuash, nga ana shëndetësore thonë që është më e mirë ajo letra talp se sa letra e kuzhinës. Okej, mirë.
duhet i dëgjojmë, duhet i zbatojmë, që të themi kështu dalin gjërat e reja. Teori të reja. Teori të reja, duhet i dëgjojmë. Atëherë do ta vendosim Ja, në kështu është, furnë do ta në një vendosur moment në normal. furnë. Tani se e vendosim sepse e kemi Do ta lëmë kështu bërë në neve një që ta kemi po. këtu. me thënë, Po ta ndërkohë, mbajmë kur të edhe dal nga furra, do t'jetë në atë pozicion, e pjekur. do të jetë kështu. Dhe do t'a serviri në mënyrën se si do t'ju a them tani. Okej. Atëherë të serviri mollën dhe të kaloj do me servirim. thënë të bëjmë edhe salsën do me thënë të dhe t'i nxjerrim edhe Ato ato do nga ta fura. e di, do të thënë nuk e di se sa Po, kohë do të Almira. na duhet, diku te 3-4 minuta kohë do të kemi, kështu Ja do i që nxjerrim tani avash gjërat. nxjerrim, po. Kulaçet janë më shumë të mirë duken nga Të pamja. mirë bëhen, po. Do t'i nxjerrim tani ato. Thjesht unë këtu kam thash Kos të kulluar. kosin e kulluar. E kullova dhe e lam ashtu që të na krijoj. Juve mund të merrni edhe vetë, do me thënë të gjeni kos të kulluar, por unë Krijojmë një bazë, aha. të vendosim mollën. Okej. Ajo salca që ti ke krijuar është bërë duke kulluar lëngun që del nga pjekja e mollëve, Po. verës edhe rushit të thatë dhe erëzave, dhe i kalove i dhe një val në tenxhere, si Po, si e bëre, si shurup? Po, e vendosa në tenxhere, edhe e bëra si shurup. Okej. Sa e bukur doli. Bëjmë këtë pjesën e kësaj. Shumë e bukur. Edhe e shishme duhet jetë. Ëmbëlsirë e thjesht. Me pak përbërës, me Po, pra. shumë shi. Ndjevëm këtu. Shumë e këndshme, të lumë shënduar të kati, shumë e bukur. Mos e lëvi se po e shohim në ekran, shumë e Diçka e bukur. lezetshme për... Edhe e shëndetshme, po pa tjetër, sepse kemi mollën, kemi kosin, rusht të thatë, erza, pra është një ëmbëlsirë që mund të konsumohet edhe nga njerëzit që nuk është se kanë të rekomandueshme të konsumojnë shpesh receta të ëmbla. Kemi përpara, siç thamë që në fillim, disa ditra dhe zi pushim, kështu që provojeni, mollët janë të sezonit. Nuk e di nëse ku duket. Shumë mirë janë, po, shumë mirë. Në rregull. Kjo është si duhet të vendosur në furrë, tjetra është e përfunduar dhe e dal nga fura. Tani heqim edhe margaritat, Heqim do edhe sillim edhe ato, kolaçet. sillim edhe sallatën. Atëherë, mbrumin e panë si e përgatitëm, forma që i kemi dhënë është ajo e një luleje, Do edhe pak faktikisht. do dhe pak nga poshtë. Megjithatë, do ta kthejmë përsëri në furrë, por le të themi 80% e kulaçit E është kulaçit pjekur. është shpjekur, po, ja është shpjekur dhe atë që dua t'ju them na nxjerr një aromë të mirë neve këtu në studio dhe ju që t'i provoni dhe t'i shijoni, bëjni nga shtëpia sepse juve sot i shijoni domethënë me sy. Ne i shijojmë me aromë edhe me shijen. Dhe me të konsumuar. Si jemi me kohë, nuk kemi Jemi kohë. në fund, kështu që Atëherë të bëj dhe këtë salcën unë. Jo, nuk kemi kohë për ta bërë salcën, më thonë nga regjia, thjesht të nxjerrim edhe pulën Të për ta nxjerrim bashkuar. pulën. Mirë, salcën neve në- kemi bërë dhe herë tjetër Anila, edhe është shumë e thjeshtë për të përgatitur, do t'ua themi kështu me gojë. Pra, kjo pula shoqërohet pastaj me këtë sallatën. Tani, sallata dhe salsa si bëhet. Do me thënë, sallatën kemi sallatë jeshile me qep të njoma vetëm, dhe një kopër lloj majdanoz janë këto që i shkojnë shumë sallatës jeshile dhe i shkon shumë pulës mbushur me bukë. Dhe salcën do t'a bëni me lëngun e portokallit, lëngun e limonit, uthu, vaj ulliri, krip piper. I rifni të gjitha bashkë, na bëhet një salcë e mpiksur e lidhur dhe ja servini sallatës. E kemi bërë dhe herë të tjera. E kemi bërë dhe herë të tjera, Në prandaj YouTube, nëse keni durim të kërkoni mes videove të kaluara, salcën e kemi bërë edhe herë të tjera, kështu që mund të kërkoni ta shikoni aty. dhe salca hidhet në fund fare. Shumë e rëndësishme Patjetër, kjo. nuk duhet Nuk zakonisht të hidhet. keshillësh. E përgatisim sallatën, e vendosim në frigorifer, e kemi, domethënë, këto bëjnë në Tani dita. nxjerrim edhe pulën, Ta të nxjerrim lutem. edhe pulën, po ma jep Anila këtë. Edhe i themi zonjave në rupafshim. Plotë kemi tryezën sot, Kati ka menduar për drekën, për
sallatën, Për për nesër që janë kulaqin, për ëmbëlsirë. Po që do t'jenë në shtëpi, unë them që provojeni këtë, do me thënë pulën të mbushur me bukë, sepse vërtet do të kënaqeni jashtëzakonisht shumë. Do dali një recetë jashtëzakonisht e mirë dhe e shishme. Në fund fare do ta prisni pulën, do të nxjerrni pjesën e mbushjes, do ta servirni në një pjatancë dhe do të vendosni dhe racionet e pulës. Ndërkohë do të keni edhe sallatën jeshile ashtu siç unë ju thash. Bëheni dhe do më kujtoni. Vërtet ndryshe nga ato mbushjet e pulës me mërqit e pulës apo me stafi me rush brenda dhe me gështënja, është një mënyrë me thjesht, por bëhet shumë e mirë. Tani unë them ta mbyllim se ke hapur oreksin njerëzve nga shtëpia, kështu që letja kursejmë këto pamje dhe t'i japim mundësinë që t'i gatuajnë vetë në shtëpi dhe t'i shijoni njësoj si ne në familjen tonë të përditshme në Vila 24. Të lumshim duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndaj këtë emision me ty gjithmonë bashkë. Faleminderit dhe ju të dashura ndisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe mirutakofshim këtu nesër me ide dhe receta të reja. Ju dua shumë, mirupafshim. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare.